Koronel, si po e shikon nga pikpamja ushtarake deri tani konfliktin, duke sjellën vëmendje faktin që tashmë Izraeli së fundmi ka goditur atë rafinerin iraniane Pars, ndërkohë Irani ka sulmuar një rafineri tjetër në Katar. Pra, si e vlerëson aktualisht nga pikpamja e strategjive ushtarake që po ndjekin të dyja palët konfliktin? Në fakt kemi 3 palë të përfshira në konflikt. Kemi Izraelin i cili e provokoi dhe për cilin bëhet ky konflikt, pastaj futi në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të mbështetur Izraelin, për shkak se dihej ishte paralajmëruar që në rast se sulmoi Irani në këtë shkallë, do të reagonte kundër bazave dhe në fakt dhe Iranin, dhe në fakt çdo gjë që ka thënë Irani, fatkeqësisht ka rezultuar i saktë, që ka thënë në rast se goditem, do shkatroj komplet asetet ushtarake në gjitha bazat ushtarake në Gjirin Persik, do bllokoj ngushticën e Hormuzit, do godas Izraelin me një forcë aq të madhe sa nuk do të guxojë më kurrë të godas vendin tonë. Unë besoj që kemi hyrë në një fazë eskalimi, për shkak se Izraelit intereson kaosi dhe në mënyrë të veçantë goditja e South Pars, që është edhe fusha më e madhe në botë e gazit të lëngshëm, është bërë me qëllim që të provokoj sulmet e Iranit ndaj gjithë bazave të naftës dhe të gazit në Gjirin Persik, në mënyrë që këto vende t'i bashkohen luftës kundër Iranit. Pra kjo është strategjia, po ndërkohë vendet e Gjirit aktualisht janë të pozicionuara neutral në këtë histori. Si e parashikon, a do të arrijë kjo lloj strategjie ti tërheqi të gjitha vendet e Gjirit në konflikt me Iranin? Unë besoj që ky konflikt ka treguar disa gjëra që nuk ka guxuar askush t'i thojë më parë. Ajo që tashmë njihet si deterrencë apo si siguria absolute e mbrojtjes tyre vendeve nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë besoj që ka dështuar plotësisht, dhe këtë e kemi parë për shkak se këto janë vendet të cilat jo vetëm që janë goditur rënd, por konsekuencat e këtij konflikti të provokuar nga Izraeli me qëllim krijimin e Izraelit të madh do të jenë edhe për shumë vite në vim. Nga një anë dhe nga ana tjetër, unë besoj që i ka bërë një dëm të jashtëzakonshëm aleancës strategjike të 6 vendeve të GCC-s dhe të Jordanisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe besoj që vendet e Gjirit e kanë arritur të nxjerrin disa mësime nga ky konflikt. Ndërkohë nisur nga fakti që ju thon vëmendje vendet e Gjirit, si do të vazhdojë të jetë raporti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë ata që garantonin sigurinë e këtyre vendeve, dhe nisur nga fakti që janë goditur bazat amerikane, është çka deri dje ishte e pa imagjinueshme dhe e pa perceptueshme për opinionin publik. Çfarë mendoni se kjo do të sjellë në raportin që këto vende kanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse dihet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës eksportonin siguri dhe këta shisnin besnikëri në një farë mënyre? Jo vetëm shisnin besnikëri, por janë një faktor shumë i rëndësishëm në ekonominë e Amerikës, në investimet e ekonomisë së Amerikës. Investimet për disa miliardë dollarësh, për disa qindra miliardë dollarësh që bën çdo vit nga vendet e Gjirit Persik, janë një ndihmës e madhe në ekonominë e Amerikës, nga një anë. Po për të shtuar disa detaje tepër të rëndësishme që s'mund t'i neglizhojmë dhe injorojmë në lidhje me bazat amerikane, nuk është vetëm se janë godit bazat amerikane. Një faktor shumë i rëndësishëm janë godit asetet energjetike
të naftës të gazit, janë godit një pjesë e madhe e qendrave, e hoteleve, e porteve. Është godit imazhi i këtyre vendeve. Përpara viteve 90, vendi më i zhvilluar në lindjen e mesme që njihen gjithë botën, apo përpara viteve 80, përpara luftës, përpara viteve 75, përpara luftës civile në Liban, Beiruti Beiruti dhe Kuwait City ishin dy perlat e lindjes mesme. Por si pasojë e fillimit luftës në Liban, luftës civile, dhe i pushtimit nga Saddam Husseinit në 90-ën, i Kuwaitit, edhe sot e kësaj dite këto qytete nuk rrezatojnë më. As siguri nuk rrezatojnë, as turizëm, as prosperitet. Dhe pikërisht ajo që është problemi, atë që unë shikoj si problemin më të madh, është që qendrat si Katari, Abu Dhabi, Arabia Saudite, i kemi hyrë në vitin e 5-6 të vizionit 2030 të Mohammed bin Salmanit. Dhe pikërisht ky konflikt i cili çdo ditë më shumë po del jashtë kontrollit nga të gjitha anët dhe nuk ka asnjë fitues në këtë konflikt. I vetmi fitues që është Izraeli, por edhe kjo ngelet për tu analizuar, besoj gjatë minutave të analizoj pse nuk është fitues Izraeli, pavarësisht se mendon që arriti të zbatojë edhe planin fazën e 7 të clean break, të doktrinës clean break, për shkatrimin e 7 vendeve që mbështesin çështjen palestineze, sepse ky konflikt, pasojat e këtij konflikti, Katari, Kuwaiti, Bahreni dhe gjithë vendet e gjithë, Arabia Saudite, por jo vetëm, do t'i vuajnë edhe në vitet në vijim. Ndërkohë, kalojmë tek le të themi strategjitë e luftës. Ngjojmë domethënë së fundmi u vrak kreu i Këshillit Sigurisë Iranit, kolonel. Vriten çdo ditë lider të rëndësishëm të Iranit, çka jep perceptimin e një avantazhi të madh të Izraelit në raport me Iranin në këtë luftë. Nga ana tjetër, bombardimet vazhdojnë, CENTCOM raporton për 7.000 goditje. Si e vlerëson ecurinë e deri tanishme të asaj që konsiderohet Epic Fury? Absolutisht që nuk ka asnjë fitues, të gjithë që dalin dhe japin deklarata në të gjitha nivelet vetëm gënjejnë. Absolutely, të gjithë gënjejnë. Kushdo që thotë kjo luftë do filloj, e bllokuar me hapëm, të gjitha janë gënjeshtra, sepse sot ajo që njihet si luftë psikologjike ose lufta e keq informimit, dizinformimit, është lehtësisht e konfirmueshme për shkak se mediat sociale brenda 1 minuti e gjithë bota, e gjithë globi është në gjendje të shikojë dështimet apo avantazhet e një luftes. Por sa i përket Izraelit, Izraeli ka 40 vite që ndjek doktrinën e eliminimit të kokave, e prerjes kokave. Natyrisht lind pyetja, a ka arritur ndonjë gjë? A ka arritur ndonjë rezultat mas vrasjes së tyre? Absolutisht jo. Gjithmonë qofshin këto grupet terroriste, grupet militante, apo vendet në të cilat Izraeli ka qenë luftë, asgjësimi i një drejtuesit një grupi automatikisht zëvendësohet. Edhe vetë struktura e të gjithë këtyre vendeve, organizatave apo grupimeve është veprimi në mënyrë të decentralizuar, që do të thotë absolutisht në momentin që vritet njëri brenda 1 minuti zëvendësohet nga tjetri. Dhe pikërisht për ta parandalu këtë qasje, Irani jo më larg se 3 ditë më parë deklaroi se në të gjitha nivelet e komandim kontrollit, qofshin këto politike dhe ushtarake, ka bërë zëvendësimin deri në 7 nivele. Pra po më thoni që është si strategji nuk është se do të thotë shumë, por infiltrimi në këto nivele, saksia e këtyre goditjeve të jep një ide sikur Shtetet Bashkuara dhe Izraeli e kanë në kontroll hapësirën ajrore të Tiranit. Hapësira ajrore është çështje tjetër
dhe niveli I infiltrimit të institucioneve sigurisë apo të institucionet gardës republikane është tjetër. Janë krejtësisht të ndara nga njëri tjetri. Nuk ka asnjë dyshim për hapësitë, kapacitetet dhe teknologjinë e Izraelit për sa I përket infiltrimit në të gjitha organizatat ku ka interes strategjik. Këtë e kemi parë për gjatë 40 viteve të fundit. Po përsëri më lejoni të rikujtoj atë që thash pak më parë. Të gjitha këto vrasje, që nga PLO-ja, që nga Hamasi, Gjihadi Islamik, organizata shtatori Zi, 17 nëntori, me rrallë që janë me dhjetra. A ka sjellë ndonjë rezultat? A I ka bërë këto grupe që të mos pra I ka ndalu këto aktivitete, lëvizjen popullore për çlimin e Palestinës apo operacionet luftarake? Absolutisht jo. Jo, e kam në kuptimin e avantazhit ushtarak në këtë luftë. Pra, si e vlerësoni, ose më mirë, a e konsideroni avantazh apo e konsideroni dështim nga ana e Iranit pa fuqinë për të mbrojtur nga këto sulme? Aftësia dhe kapacitetet ushtarake të Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të pasfidueshme. E kam thënë në çdo intervistë. Fuqia luftarake, toksore, detare, ajrore, kibernetike, hapësinore e inteligjencës e Shtetet Bashkuara të Amerikës është disa herë më e lartë, më e madhe, më e fuqishme se sa e Kinës dhe Federatës Ruse, që janë dy vende të tjera më të fuqishme në këtë fushë. Por pavarësisht këtij fakti, të gjitha superfuqitë, dhe në rastin konkret ne kemi aktualisht vetëm një superfuqi, edhe ato kanë limitet e veta. Dhe tashmë këto limite, unë në rast se keni ndjekur intervistat për gjatë tyre 4-5 viteve të fundit, kam qenë shumë I sinqert. E njëjta qasje që po ndiqet sot me Iranin, ishte edhe qasja kundër Federatës Ruse. Plani ishte për ta dobësu, për ta godit, për të krijuar një koalicion, për ta sakatu, për ta detyruar të pranonte kushtet e perëndimit dhe më pas përdarjen e saj. Për shkak sepse Poseidonte Spari komandon atë që njihet si Heartland dhe kushdo që ka aftësi dhe kapacitete për ta drejtuar Heartlandin, ka mundësi për të projektuar fuqinë plot. Dhe konkretisht bashkëpunimi, intensifikimi, si pasojë qasjes, ndoshta jo dur Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra martesa në thojza midis Kinës dhe Rusisë e ka bërë këtë koalicion të pathyeshëm, të pasfidueshëm në Eurazi dhe jo vetëm, deri në lindjen e largët. Por nga ana tjetër, pavarësisht fuqisë, teknologjisë dhe forcës ajrore të pasfidueshme amerikane, ajo ka limitet e saj gjithë cilën po e shohim sot edhe në qejt e Iranit. Dhe të siguroj që pavarësisht deklaratave që deklarohet sikur komandohet qielli I Iranit, faktet janë ndryshe. Për gjatë këtyre 18 ditëve, 19 ditëve konflikt, nuk kemi parë asgjë tjetër, por dëmtimin, goditjen e një pjesë të konsiderueshme të mjeteve ajrore, qofshin këto F-15, qofshin këto mjetet transportit ajror, por edhe të një sasie shumë të madhe të dronëve nga artilleria dhe sistemet e mbrojtjes kundërore të Teheranit. Sigurisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë krijuar korridore të caktuara, në një pjesë nga deti arabik, një pjesë duke përdorur vendet e GCC-s dhe pikërisht për këtë arsye po goditen nga Irani, pra ky është justifikimi, të cilat I mundsojnë të bëjnë goditje jashtë territorit Iranit. Por jo se kanë liri të plot veprimi ashtu siç deklarohet. Kjo nuk është e vërtetë. Pra, ku po shkojmë me këtë strategji? Domethënë, dy janë piketat, eliminimi I kokave, siç ajo doktrina e eliminimit të kokave që ju cituat, dhe bombardimi nga ajri I Iranit. A mendoni se nëpërmjet kësaj strategjie doja Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli doja dalin që ta gjunjëzojnë Iranin, pra vetëm nëpërmjet goditjes nga ajri? Kur flasim për Izraelin, unë po them le ta heqim Izraelin sepse Izraeli po mos jetë Amerika s'ka si kapacitet. Përveç forcave ajrore dhe shërbimeve sekrete, për të goditur, për të bërë dëme, por nga njëra anë, në rast se krahasojmë dëmet e Iranit me dëmet e Izraelit janë shumë herë më të larta, sepse Irani duke pas një sipërfaqe
prej afërsisht 1.5 milion kilometër katror ka mundësi të absorbojë sulme, sepse i ka shpërndarë në mira sajte. Kemi hyrë në një fazë që janë goditur mbi 7.000 objektiva. Deklarohet që janë obliterated edhe forcat ajrore, edhe forcat detare dhe forcat toksore. Si ka mundësi që sasia, cilësia dhe intensiteti i sulmeve nga dita në ditë rritet? Pra kjo tregon që nuk janë shkatruar sistemet dhe kapacitetet operacionale të Iranit. Nga një anë. Nga ana tjetër, pavarësisht këtyre sulmeve të goditive shumë sakta, shumë precize, shumë të fuqishme nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës, është e pamundur që të zbatosh realizimin e pikave ose të objektivave strategjike, regime change ose dorëzimin pa kushte të Iranit në rast se nuk futesh me trupa. Dhe unë e konsideroj që kushdo që na dëgjon, një nga gabimet më të mëdha do të jetë në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës futen me trupa në Iran. Donald Trump, këtu citoi Israel Hayom apo Jerusalem Post, citohet që Trump është shumë i vendosur saqë nuk dëgjon më asnjë këshilltar në raport me atë që ka planifikuar për të ndodhur me Iranin. Si e vlerëson nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do marrin vendimin e futjes me trupa për të realizuar objektivat e tyre, ushtarake dhe politike? Që Trumpi nuk ngjon asnjëherë bën shumë gabim për arsye sepse edhe pardje kur e pyetën atje në zyrën ovale i thanë: a kishe ti informacione që Irani do të godiste kaq fort? Tha absolutisht asnjëri nuk më ka paralajmëruar. Dhe më lejo të rikujtoj presidentit Trump deklaratat e shefit shtabit përgjithshëm dhe gjithë drejtuesve të komandave strategjike amerikane, të cilët përgjatë një jave e kanë këshilluar në mënyrë të veçantë të mos futet në Iran, të mos fillojë këtë provokim, sepse të gjitha bazat amerikane do të goditen dhe kostoja e luftës do të jetë shumë e lartë. Nuk po flas këtu për koston politike, sepse nga ana politike nuk besoj që ka më ndonjë shans për të siguruar mbështetje politike. Unë personalisht jam një nga mbështetësit më të mëdhenj që ka pas presidenti Trump në Shtetet Bashkuara të Amerikës, këtu në Michigan, dhe e kemi mbështetur për arsye sepse të gjitha premtimet e tij gjatë gjithë fushatës elektorale kanë qenë premtime të cilat sot një pjesë e madhe të cilave absolutisht nuk është zbatuar asnjë. Dhe kjo është një kosto e cila nuk i intereson Shtetet Bashkuara të Amerikës, i intereson një shteti tjetër. Dhe nuk e intereson ne si taksa pagues, dhe në mënyrë absolute po i bën një dëm të madh. Jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe aleancës euroatlantike, të cilën ju e keni parë që e ka injoruar krejtësisht në rastin e kërkesës për Britaninë e Madhe, për Francën, për Gjermaninë, Italinë dhe jo vetëm. Do dalim aty, kolonel, se e kam çështjen vete, por tani analizuam pak a shumë strategjinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si e vlerëson, kush janë dështimet dhe sukseset më të mëdha të Iranit në rastin konkret? Irani nuk ka asnjë lloj mundësie që të përballet në luftë konvencionale me Shtetet Bashkuara të Amerikës ose në luftë ajrore me Izraelin. Dhe për këtë qëllim, prej 40 vitesh, bazuar dhe mësimet e nxjerra, duke studiuar gjërat thellësisht dhe lehtësisht rënien e Saddam Husseinit, i cili ishte një sistem që komandohej nga një person, krijoi një doktrinë e cila njihet doktrina mozaik, një doktrinë e cila ka pas komandantin e IRGC-s nga një anë si themelues saj dhe pastaj drejtuesi forcave Al-Quds, i cili ka qenë njeriu më i fuqishëm në Iran, mas Ayatollah Khomeneit, Qasem Soleimani, i cili u vra me datën 3 janar 2020, po nga presidenti Trump. Kjo doktrinë përcakton një luftë sa më të gjatë, war of attrition, e cila tenton ta provokojë dhe ta fusi Shtetet e Bashkuara të Amerikës brenda territorit të Irakut,
territor i cili është i përgatitur në një lloj forme për të filluar një luftë jo konvencionale, luftë asimetrike. Këta kemi parë edhe në shtyllën e parë të doktrinës iraniane, që është mohimi hyrje strategjike nëpërmjet mos lejimit të futjes aseteve toksore, me shtyllën e dytë, me kufizimin e lirisë veprimit forcave kundërshtare, me shtyllën e tretë, fortifikimit në të gjitha nivelet e Bregdetit dhe bllokimin e ngushticës Hormuzit. Në rast se ju kujtohet, këtu ka shumë humorista që dalin nëpër mediat shqiptare, që lexojnë lajmet dhe bëjnë analiza dhe deklaronin që nuk ka më asnjë guxim, nuk do guxonte Irani se nuk ka aftësi dhe kapacitete për ta bllokuar ngushticën e Hormuzit. E unë kam publikuar një libër hiç më pak se 800 faqe ku analizoj me detaje pse nuk duhet të injorohet Irani. Dhe jo për t'i bërë reklam Iranit, po për të paralajmëruar rreziqet dhe kërcënimet apo të papriturat me cilat sot po përballet superfuqia e pasfidueshme e globit, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe përsëri, edhe pse presidenti Trump deklaroi që unë nuk guxoj ta bllokojnë ngushticën e Hormuzit, tashmë jemi në një moment decisiv ku ngushtica e Hormuzit është e armatosur në një formë të tillë që e bën shumë të rrezikshme kalimin e mjeteve ushtarake. Gjithsesi, kolonel, Trump dhe sekretari i luftës Hegseth thonë që është reduktuar dhe sa vjen dhe po reduktohet fuqia dhe kapaciteti i Iranit për të goditur nëpërmjet raketave edhe dronëve. Pra, kemi të bëjmë me një reduktim që është pasojë e goditjes apo pretendimit për goditje që ka sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, apo të kemi të bëjmë me një ekonomizim të goditjeve të Iranit. Pra, ajo që dua të kuptoj është sa mundësi ka Irani dhe t'i rezistojë kësaj ofensive. Këto përgjigje nuk i japin dot as 16 agjencitë e inteligjencës së Shtetet Bashkuara të Amerikës, por në gjykimin tim dhe analizat tona kanë rezultuar pothuajse 100% sakta, çka kemi thënë dëm sot paktën. Kemi 3 çështje. Spari, sulmet, goditjet ajrore kanë qenë amerikanë, izraelite kanë qenë jo vetëm të fuqishme, po super të suksesshme, precize dhe kanë shkaktuar një hemorragji të jashtëzakonshme në drejtim të qendrave të komandim kontrollit, nëpërmjet shkatërimit të rrjeteve të komunikimit, të rrjeteve të transportit, të godinës, që ishte edhe pjesa më e rëndësishme, objektivi më i rëndësishëm i operacionit të Ayatollah Khameneit, kompleksit të tij, dhe të një pjesë të konsiderueshme të forcave Al-Quds, komandës forcave toksore, detare, ajrore, të brigadave të 22 brigadave të komandës hapësinore, e cila e projekton vetëm gjithë fuqia e Iranit asimetrike, 95% bazohet tek komanda hapësirës e IRGC-s. Por, në rast se dhe për të shkuar tek përgjigja pyetjes dytë, te faza e dytë, absolutisht jo vetëm që nuk kanë arrit ta ndalojnë, ta shkatrojnë, ta obliterated aftësitë dhe kapacitetet e Iranit, për shkak se vetëm dje janë goditur 100 objektiva. Do të ketë aftësi Irani mas gjithë këtyre 7.000 goditjeve të godasi 100 objektiva. Unë, si ushtarak, nuk arrij të kuptoj apo të besoj që Irani është në poshtë. Vazhdon të ketë fuqi dhe kapacitete. Por mos harro dhe një fakt tjetër, që strategjia e Iranit, e cila nuk duhet në mënyrë absolute të injorohet, Irani vazhdon të godasi pikat strategjike amerikane. Që nga dita e dytë dhe hiç më larg se dje, përsëri ka godit një radar shumë të rëndësishëm në Arabitë Saudite dhe në Kuvajt, njëri amerikan, tjetri suedes, me vlerën për disa $10 milion. Nuk është problem asgjësimi i radarëve në kontekstin financiar. Është i rëndësishëm në aspektin operacional.
sepse goditja e radarëve të distancave deri në 5000 km, goditja dhe shkatrimi i njësive të mbrojtjes, i baterive të mbrojtjes THAAD, Arrow-23, David Sling, Patriot, dhe i radarëve të këtyre, për shembull 3-4 radar THAAD, apo i radarëve të kontrollit të zjarrit, e minimizon kohën dhe e ul në mënyrë të ndjeshme aftësinë për azisimin e raketave. Dhe përrjelloj, krijon korridore sigurie duke mundësuar dëmet jashtëzakonshme edhe në bazat amerikane, edhe në vendet e gjirit dhe në Izrael. Dhe për ta përmbyll, dhe faza 4 është niveli i përdorimit të armatimit strategjik që ka përdorur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm për 4 ditë e para të konfliktit janë shpenzuar $16 miliard dhe po të sjell disa shifra, numri i raketave pak 3 është 964, numri me vlerë $4 milion copa, numri i raketave THAAD është 145, $12 milion copa, numri i Atakamsve 225, $1 milion copa dhe numri i Tomahawksve i raketave Tomahawk është 375 copë përdorura nga $2 milion, $750 milion. Që do thotë, nuk është problem, sigurisht është problem çështja financiare, shpenzimit financiare, dhe për këtë arsye sot i është kërkuar Kongresit hiç më pak se $200 miliard tjera. Por zëvendësimi i këtyre, sepse kjo sasi që sapo të përmenda tani kërkon vite për të zëvendësuar. Dhe të mos harrojmë një fakt tjetër, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë po shpenzojnë një pjesë të madhe të aseteve ushtarake, të cilat do të duhet të përdoreshin ose kundër Rusisë, por në mënyrë të veçantë në 6 mujorin e dytë 26-s apo 6 mujorin e parë të 27-s kundër Republikës Popullore të Kinës. Ndërkohë, kolonel, ajo doktrina mozaik që ti përmende, çfarë është doktrina mozaik që po përdor Irani? Doktrina mozaik është një doktrinë e cila konsiston në aktivizimin e 31 divizioneve Basij, komandanti i cilës u vra parëmbrëm nga Izraeli, General Sulejmani, ku secila nga këto 31 provinca ka depot e vet, ka magazinat e veta, ka qendrat e veta të furnizimit, ka milicit e veta, pa ka një divizion në organik dhe rreth 6.000 milion forca të cilat janë shpërndarë në gjithë territorin e Iranit. Dhe të mos harrojmë një fakt. Këtu do të jemi, koha do ta vërtetojë këtë. Në rast se ky konflikt do të vazhdojë edhe 2-3 javë, 4 javë të tjera, dhe në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërmarrin operacione me futjen e forcave toksore në territorin e Iranit, involvimi për fshirja e Federatës Ruse edhe e Kinës do t'jetë, përfshi këtu edhe Afganistanin edhe shumë vende tjera, do t'jetë aq e madhe sa ju nuk e imagjinoni, për shkak sepse kjo është një luftë e drejt për drejt, nuk është vetëm luftë kundër Iranit. Kjo është një luftë e drejt për drejt kundër Kinës. Dhe Kina dhe Rusia nuk do lejojnë që Irani të shpërbohet, pavarësisht se është dëmtuar rënd, nuk do të lejon që të bjerë Irani, për shkak sepse pora Irani i bot një dëm i madh aleancës për cilën kanë investuar shumë këto 4 vende, të cilët janë Kina, Rusia, Irani dhe Korea e Veriut, dhe përrjelloj do të krijonin kushtet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin edhe një fuqi, projektonin fuqi shumë herë më të madhe. Dhe nga ana tjetër do të dëmtonin shumë BRICS-in, China Organization Corporation, do të dëmtonin projektin e shekullit Belt and Road Initiative, sepse përmes Iranit realizohet një pjesë e madhe e këtyre rrugët e komunikimit, gazi, nafta, investimet, projektimi i fuqisë, por jo vetëm. Ndërkohë, ajo që bën habi kolonel është fakti që pavarësisht se po luhet me reputacionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendet e Bashkimit Evropian dhe Britania e Madhe
dhe një pjesë e vendeve në fakt që janë jashtë NATO-s kanë refuzuar që të bëhen pjesë e kësaj lufte në kërkesën që Donald Trump, presidenti amerikan, bëri për të ndërtuar një koalicion për garantimin e kalimit në Hormuz. Si e vlerëson këtë moment? Atëherë unë mendoj që kemi 3 aspekte që duhet të analizojmë shkurtimisht. Së pari, ata që kanë humbur më shumë se askush tjetër nga goditja e Iranit, nga bllokimi i ngushticës së Hormuzit, dhe shumë shpejt edhe i bllokimit të ngushticës së Bab el-Mandebit. Se do Kemi fazën bllokohet? tjetër. Ka plan për të bllokuar Bab el-Mandeb? Po, nëse eskalohet edhe pak, pa diskutim që ka plan. Dhe bllokimi edhe i Bab el-Mandebit, kush do ta paguajë koston? Askush më përpara se sa Japonia, Korea e Jugut, Kina dhe Bashkimi Evropian. Po. A ishte Bashkimi Evropian që u bashku qasjes së administratës Biden? Shkatrimi i Nord Stream 1-shit, 2-shit, i energjisë që e merrin 5 herë, 6 herë më lirë. Dhe gjitha qasje, sepse sot Bashkimi Evropian jo vetëm që s'ka lider, po ka lideruca, i them unë. Njerëz cilët nuk kanë asnjë lloj vizioni për të drejtuar vendet e tyre. Një kontinent i cili bazohet krejtësisht nga vendet e tjera për energji, për gaz, për naftë, për fertilizers, për minerale të rralla, për çdo gjë. E ka të pamundur të zhvillojë ekonominë apo ta mirëmbajë ekonominë e tij, e cila është krejtësisht e varur nga këto. Do duhet ndiqte një politikë tjetër. Dhe bllokimi i Bab el-Mandebit, i ngushticës së Hormuzit, marrja në kontrollin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Venezuelës dhe tentativa për të marrë kontrollin edhe e Iranit. Këto janë humbësit më të mëdhenj. Japonia, Tajvani, aktualisht që po flasim sot, ka dhe 24 orë naftë dhe gaz. Nuk ka më. 24 orë. Japonia, Korea e Jugut, të cilët zbatuan sanksionet amerikane, e shkputën lidhjen nga Federata Ruse. E shkputën lidhjen dhe bën shumë mirë që e shkputën. Nuk po them, po ne po bëjmë analizë tani pse janë ato pissed off me presidentin Trump. Dhe ajo që duhet theksoja, pra ja u argumentova pse Bashkimi Evropian dhe Japonia dhe Kina janë e kundërshtuan presidentin Amerikan. Së dyti, a ka Bashkimi Evropian kapacitete ushtarake për dërguar një dhe mjetër ushtarake? Absolutisht jo. Dhe këtu tani po të kthej edhe përgjigjen e pyetjes tretë. A të kujtohet koalicioni që u krijua kundër Huthit? Po, që dështoi. Në detin e kuq, a arritën destroyerët, fregatat franceze, norvegjeze, gjermane, amerikane, por jo vetëm, që të ndalonin sulmet? Absolutisht. Vetëm me marrëveshje. Vetëm me marrëveshje dhe nuk patën mundësi. Imagjinojeni kundër një aktori jo shtetëror dhe nuk arritën ta mposhtin. Kundër Huthit. Kapacitetet dhe aftësitë dhe dislokimet e këtyre raketave, bazave detare, në mënyrë të veçantë, në ishujt faror, Qeshm, Far, Abu Musa, Tumb, Farsi, Siri, Larak, e bëjnë të pakalueshëm, ose e rrisin kostën në një mënyrë të tillë që e bëjnë të pamundur ndërmarrjen e operacionit për hapjen e ngushticës Hormuzit. Dhe natyrisht lidh pyetja, si zgjidhet ky problem? Kjo ishte pyetja. Me negociata. Ku është, si e shikon fundin e kësaj, sepse mënyra se si... Me negociata. Absolutisht, pa negociata nuk kanë për të arritur asgjë. Po, paqe përmes forcës, thot presidenti Trump. Dakord? Unë shpresoj që ne e kemi votu presidentin Trump, e kemi mbështet presidentin Trump. Unë dyshoj 100% që zgjedhjet e midtermit do të jetë një surprizë e madhe për Partinë Republikane, jo vetëm për shkak të Iranit, por edhe për shumë çështje tjera, për shkak se asnjë premtim i mbajtur, asnjë premtim nuk është mbajtur tani. Nëse mbyll luftën, po, se nuk e dim si do përfundoj lufta.
Se mund mbyllet dhe Ukraina edhe Irani, se kemi hyrë në një fazë që nuk la lejohet për të ndërruar. Pavarësisht se thot një shprehje popullore, të gjithë kanë drejtë të ndrojnë. Ne flasim mbi bazën e fakteve konkrete. Lufta po eskalon çdo ditë më shumë dhe kjo luftë nuk i sjell asnjë të mirë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për të cilat edhe tallë si Gabbard, drejtoresha kombëtare e inteligjencës, edhe Joseph Kent, ish drejtori i Qendrës Kombëtare të kundër terrorizmit, deklaruan përpara gjithë botës që Irani nuk përbënte asnjë rrezik dhe kërcënim të drejtë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe me këtë nuk du të them që Irani nuk ka qenë i përfshirë në vrasjen e ushtarëve amerikanë nga 82-shi deri në konfliktit e Irakut dhe të Afganistanit. Por në momentin aktual, në këtë leadership që kishte presidentin Trump, Irani ishte në kërkim të negociatave të gjetjes së një zgjidhje në tryezë, gjë të cilën në të dy rastet ju mohua kjo e drejtë.